ajo tendenca për t'i inkluduar është relativizimi i skeqjes. Nëse e keqja ka kohën e vet dhe pamjen e vet, ne duhet qëndrojmë aty. Pastaj, nëse duhet flasim për përgjegjësitë që ka PD-ja historike të saj dhe duhet i reflektojë si themi angazhime për të përmirësuar gjithçka brenda një qeverisje, atëherë kjo ka të bëjë me mënyrën si sillet një forcë politike në atë çka premton në besimin që duhet ngjall tek publiku dhe zakonisht PD-ja e ka bërë një forca politike. Ofron vizionin dhe e ka bërë një gjë të tillë dhe në rastet kur ajo ka gjykuar që është bërë gabim një iniciativë e saj, ka bërë mea culpan e saj dhe ka reflektuar jo thjesht në një ndjesë fjalësore, por apo politese, por e ka reflektuar në programin e saj, në vizionin e saj. Dhe kjo fjala establishment nuk duhet keq përdor, sepse establishmentet janë grupime që ndrojnë pushtetin në bazë të një konjunkture të përbashkët. Në fakt, dy forcat politike, të paktën PD-ja ka qenë gjithmonë kundërshtare e egër dhe e rrept e smajtës dhe në mënyrën se si ajo ka performuar, asnjëherë nuk ka pretenduar që të marrë pushtet për vete. Në gjitha rastet, gjatë mandateve që ka pas pushteti i saj nuk ka qenë i personalizuar, ka qenë një pushtet i shpërndar me forcat e tjera politike, çka nënkupton një aleancë më të gjerë me qytetarët e një vendi, ndërsa PS-ja gjithmonë ka pasur tendencën që pushtetin ta grupojë rreth vetes, ta ekzekutoi si e vetme, duke përjashtuar apo absorbuar partitë e tjera të majta. Dhe realisht në Shqipëri forcat e majta janë të gjitha pothuajse të përfshira brenda PS-s për shkak të luftës që ajo i ka bërë, ndërsa forcat e djathta sot kanë një ekzistencë reale. Madje ndonjëherë janë dhe themin thonjza deri diku janë dhe tegrat kundërshtare të Partisë Demokratike, por që tregojnë qartazi sjelljen politike të Partisë Demokratike, gjë që tregon që nuk është pjesë e establishmentit. Partia Demokratike lindi në 90-ën, nuk ndroi emrin në 91-shin si Partia Socialiste që sot ka dhe atë anti-mitingun e festës së vet. Është një parti anti-establishment, një parti që kërkon që të respektohen standardet demokratike, që të respektohet pluralizmi, të respektohet e drejta e qytetarëve për protest dhe e drejta e qytetarëve për një jetë më të mirë në një vend të pasur si Shqipëria. Dhe prandaj këtu duhet jemi shumë saktë dhe shumë qartë. Po, është forcë politike që solli demokracinë, po është hyn tek forcat politike klasike në këtë 35 vjeçar të historisë së demokracisë, por amba mbetet një forcë që në bazën e saj ka pasur rinin, ka pasur parime dhe standardet themelore që duhet ketë një parti në raport me vendin ku ajo ushtron aktivitetin e saj, sepse në gjithë programin e saj është pro-perëndimore, pro-europiane, kombëtare, pro-kombit, pro-familjes, pro-besimit, temi tregu të lirë dhe zhvillimit pandalshëm të një vendi si i barabartë midis vendeve tjera dhe këtë ka dëshmuar për gjatë gjithë aktivitetit të saj. Patjetër që për gjatë këtyre viteve kanë lindur forca të reja, janë zhdukur forca të reja, PD-ja është sulmuar në mënyrë tegër për gjatë këtyre 5 viteve, thash baza ka qenë një ndër bazat e nisjes për ta sulmuar PD-n, ka qenë non grata e zotit Berisha që është e padrejtë, gjithmonë ka rezistuar dhe kjo gjë ndoshta e ka mbajtur edhe në tonus. Nuk po themi që situata në cilën jemi sot ne është situata më lumtur. Patjetër që në mënyrën si qeveriset shoqëria ka tendencë të nxjerrë dhe lëvizje tjera edhe të karakterit politik, secila ka kohën dhe vendin e vet dhe ka mbështetjen tek një elektorat i caktuar, por nuk mund të dalësh në një konkluzion. Dikush që është forcë klasike, ka mbaruar misionin e saj, siç mundohet ta përcjell dikush, domethënë me atë idenë duhet ikin këta, dhe të vi dikush tjetër sepse është një kohë tjetër. Nuk kemi në ngjashmërinë e sistemit përmbysjes së vitit 90,
me të tanishmin. Tani jemi në përmbysjen e sistemit qeverisës, jo të sistemit politik, se jemi në sistem pluralist. Dhe brenda këtij themi kësaj kërkese është e drejta e çdo lëvizje të grupohet, të deklamoj linjën e saj politike dhe të krijohet ndoshta. Do vi moment që t'ia votimit e tregon fundit ato, se si do shkojmë atje. Tregon pastaj partitë politike kanë shumë elementë tjerë Edvin. E rëndësishme është që protesta mos dali nga qëllimi i saj.